thelbi i qetësisë shpirtërore buron nga gjendja e zemrës dhe jo nga rrethanat. Pra, është gjendja e zemrës ajo e cila tregon për realitetin e brendësisë shpirtërore të njerëzit. Dhe jo mëkat Allahu i Madhërisëm kur flet për qetësinë e shpirtit dhe të zemrave, ai e ndërlidh atë me lidhjen që ka robi me Zotin. Prandaj thot ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Vetëm me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Kjo do të thotë se lidhja me krijuesin është ajo që jep qetësi reale zemrës së njeriu. Pra nuk thot Allahu me pasuri, as nuk thot me fuqi, as me autoritet, as me bukuri, as me famë, por thot me përmendjen e Allahut. Normalisht nocioni i dhikrit këtu është nocioni i përgjithshëm, përfshin gjithë fenë islame. Pra çdo gjë që ka të bëjë me adhurimin e Allahut, qoftë përmes namazit, përmes leximit të Kuranit, përmes dhikrit, përmendjes gojore që ne e bëjmë në raport me Allahun subhanahu wa taala, e gjitha kjo quhet dhikr sepse gjithë feja e Allahut është dhikr apo përkujtimi i Allahut subhanahu wa taala. Por thelbi i qetësimit të shpirtrave të njerëzve buron nga gjendja jonë me krijuesin. Prandaj nuk janë rrethanat ato që e përcaktojnë qetësinë e shpirtit të njeriu, po është burimi, e që është besimi në Allahun subhanahu wa taala. Allahu kur flet pra për itminanin, e që rënja e fjalës itminan është tumanina, që tregon apo nënkupton stabilitet, qëndrueshmëri, edhe shkarkim nga çdo lloj ngarkese pa nevojshme në jetën e njeriu. Ai realisht na tregon për një mirësi për cilën njeriu nuk mund të jetojë mirëfilli. Prandaj në një jetë tjetër, në surën Al-Fath, Allahu subhanahu wa taala qetësinë e zemrës e quan apo e trajton si një prej ushtarëve më madhështor të tij. Allahu thot huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Është Allahu ai i cili e zbriti qetësinë në zemrat e besimtarëve. Li yazdadu imanan ma imanihim, për t'u sforcuar atyre imanin, besimin. Pastaj thot walillahi junudus samawati wal ard. Allahu ka ushtar në qiell edhe në tokë. Që i bie, qetësia shpirtërore është një prej ushtarëve të Allahut subhanahu wa taala. Por jo çdo kush e ka në posedim këtë qetësi. E kanë vetëm ata që e besojnë Allahun si duhet. Jo sipas mendimeve tyre, sipas epsheve tyre, po sipas mësimeve të Allahut subhanahu wa taala. Duke qenë se Allahu është qenia më e lartë, është qenia hyjnore, Allahu nuk lejon që ne ta besojmë ato sipas asaj që ne mendojmë apo sipas asaj që ne e konceptojmë. Për arsye se njeriu sado krijesë inteligjente që tjetë, ajo mbetet e kufizuar. Pra ne kemi aftësi, kemi edhe mundësi, ndonse gjitha i kemi nga Allahu subhanahu wa taala, por i kemi të kufizuara. Prandaj njeriu e ka të pamundur që ta konceptojë Zotin, në veçantë qenin e Zotit, përmes aftësive dhe mundësive të tij personale. Për këtë arsye Allahu na ka sjellur shembullin e Ibrahimit alayhis salam në Kur'an, i cili ka qenë edhe para shpalljes së pejgamberisë një prej njerëzve më të ndershëm të shoqërisë tij. Ai u mundua që ta gjej veten, që ta gjej Zotin e tij përmes aftësive dhe mundësive personale, por nuk e arriti. Është e pamundur. Derisa Allahu e zgjodhi që të jetë pejgamber dhe ja bëri me dije se kush realisht është Zoti i plotfuqishëm.